Në fshatin Shaj në Topojas është zbuluar sot lapidari kushtuar dy dëshmorëve të kombit, Fetah Sulejmani dhe Fisnik Ibrahimi, bij të kësaj treve që dhanë jetën për lirinë e Kosovës. Pas dëbimit të banorëve të zonës nga forcat serbe, në 2 prill, Fetah Sulejmani së bashku me Fisnik Ibrahimin dhe bashkëluftëtarën e tyre Mazlum Beshiri ju bashkuan radhëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës si vullnetar. Ata u bën pjesë e luftimeve në betejën e Kosharës, një nga betejat më të rëndësishme të luftës për çlirimin e Kosovës. Në 19 prill të vitit 1999, ra heroikisht dëshmori Fisnik Ibrahimi, ndërsa më 27 prill, gjatë luftimeve të ashpra në Koshare, ra edhe Fetah Sulejmani, duke mbetur përgjithmonë në kujtesën e popullit si dëshmor të kombit. Lapidari është vendosur në qendër të fshatit, pikërisht në një hapësirë kur dikur të rinjt mblidheshin për diskutime dhe aktivitete shoqërore, ndërsa tashmë kjo hapësirë do të shërbejë si një vend kujtese dhe ndërimi për sakrificën e 2 bijve të Shajnës. Në ceremoninë e zbulimit morën pjesë kryetari i komunës së Dragashit së bashku me stafin komunal, ministri Andin Hoti, komandantët e njohur të luftës Rustem Berisha, Fadil Haderxhonaj dhe Anton Çuni, familjarë të dëshmorëve, bashkëluftëtar, banorë të fshatit dhe shumë qytetarë të tjerë. Në emër të Këshillit Organizativ, Hoxha i fshatit falenderoi të gjithë për pjesëmarrjen, si dhe të gjithë ata që kontribuan në ndërtimin e këtij lapidari. Ai vlerësoi lart figurën dhe veprën e dëshmorëve, duke theksuar se kujtimi për ta do të mbetet i përhershëm për brezat e ardhshëm. Lavdia dhe emri i tyre i mirë do të jetojnë përgjithmonë në zemrat dhe mendimet tona. Historia e një populli shkruhet me gjakë e djers, por trashëgimia e saj ruhet përmes kujtesës. Ne sot po e mbajmë këtë kujtesë të gjallë. Ky lapidar do të na kujtojë neve çdo ditë se liria që ne e gëzojmë nuk është dhurat, por është merita atyre që nuk kursyen asgjë para të dhëvun. E fjalë ndërimi e vlerësimi për 2 dëshmorët, përcollën edhe kryetari i komunës Zotri Bexhe Xheladini dhe ministri Andin Hoti, të cilët theksuan se ky lapidar do të jetë një vend që do të kujtojë të rinjeve dhe çdo vizitori tjetër se liria e Kosovës është rezultati i sakrificës së bijve më të mirë të këtij vendi. 2 dëshmorëve nga fshati Shajne, të cilët me guxim dhe flijimin e tyre u bën pjesë e përjetshme e historisë së lavdishme të luftës sonë çlirimtare. Ky memorial është dëshmi e menjojës sonë të përhershme dhe një kujtesë për breza që liria që gëzojmë ne sot u fitua me sakrificën e bijve më të mirë të këtij vendi. Çdo i ri që do të kalojë pranë këtij monumenti që është mbrapa meje, të 2 dëshmorëve, duhet ta kuptojë se liria që gëzojmë nuk ka ardhur thjesht rastësisht, por ka ardhur si rezultati i një lufte të gjatë, të brezave tonë dhe të një kupole që quhet Ushtria Çlirimtare e Kosovës. Kjo është arsyeja pse kujtesa jonë duhet mbetet e gjallë, jo për të jetuar me të kaluar, por mos lejuar që ajo të përsëritet ndonjëherë. Lavdit përjetshme dëshmorëve Fetah Sulejmani dhe Fisnik Ibrahimi, lavdit gjithë dëshmorëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Me emocione të veçanta foli dhe komandanti Rustem Berisha, i cili kujtoi bashkëluftëtarët nga treva Opojës dhe rolin e tyre në betejën e Kosharës, duke vlerësuar lart guximin dhe përkushtimin e tyre në luftën për liri. Ndërsa nga ana tjetër kryetari OVL të UÇK-s në Sharr, Emrin Eshati, kujtoi sakrificën e dëshmorëve dhe theksoi se kjo organizat do të vazhdojë të kujdeset që vepra dhe sakrifica e tyre të mos harrohet kurrë. Unë jam shumë krenar si komandant i betejës së Kosharës, por jam i bindur që edhe Opoja ka arsye me qenë krenare për kontributin e djemve të kësaj jone në frontin e Kosharës aty ku Hoxh Kufiri shqiptar. Nga kjo trev morën pjesë bini që në ushtar një kompani të cilët me guximin e tyre, me përkushtimin, me heroizmin e tyre, me sakrificën e tyre u bën pjesë e historisë sonë, u bën pjesë e suksesit të betejës së Kosharës. Emër të organizatës së veteranëve të luftës Dega në Sharr. Ju siguroj se kujtimi për Fetahun e Fisnikit do të mbetet gjithmonë i gjallë. Ne do të vazhdojmë ta nderojmë veprën e tyre, duke punuar për një shoqëri të drejtë, me të lirë dhe me të bashkuar. Dhe të jetë ky lapidar një dritë udhëheqësi për të rinjt tanë, që të rriten me dashuri për ardhëun dhe respektin për ta, që shkruan për liri. Lavdi e breshme për dëshmorët e kombit.
ndërsa Filiz Mustafa ndau kujtime dhe momente prekse nga jeta e dy dëshmorëve, duke i përshkruar ata si shembuj të guximit, atë dhe dashurisë dhe përkushtimit ndaj vendit. Unë jam rritur në Shajne dhe emrat e fetohut dhe të fisnikut nuk i kam dëgjuar për herë të parë as në libra, as në përvjetore, as në ceremoni, por i kam dëgjuar në odat e fshatit, në bisedat e burrave, në rrëfimet e prindërve tanë. I kam dëgjuar sa herë dikush donte të tregonte se çfarë do të thotë ta duash vendin tënd dhe të kontribosh për të. Sepse nuk gjeje do të shembull më të mirë se sa jeta dhe vepra madhështore e dy bashkëfshatarëve tonë, dy dëshmorëve tonë, Feta Sulejmanit dhe Fisnik Ibrahimit. Para se të niset në front, Bacës Syl që e kemi këtu prezent, babait të tij, i tha, ma bëni halal ti dhe baba Lok, ma jepni fjalën se nuk do të çani. U plotësuan dëshirat e mia, u bëra ushtar. Ju bëni të fala fëmijëve, unë përshkoj të Adem Jashari. Edhe Fisniku ka një histori që të ndalë frymën. U kthye në Kosovë e pastaj më 2 prill bashkë me Fetohun u paraqit vullnetar në Ushtrinë Qëllimtare të Kosovës. Një ditë në Kalimash, gjyshi i tij tashmë i ndjerë, Baca Merxhan që e njohim të gjithë ne, e pyeti pse nuk po vjen të na vizitosh. Fisniku u përgjigj: ja kemi dhënë besën njëri tjetrit se pa u çliruar Kosova nuk kthehemi te familjet tona. Ata të dy, edhe Fetohu, edhe Fisniku e mbajtën besën, por nuk u kthyen më. Njëri ra me 19 prill e tjetri me 27 prill. 8 ditë larg njëri tjetrit, por përgjithmonë pranë njëri tjetrit dhe përgjithmonë për përjetësinë e Kosovës. Pjesë e ceremonisë ishin dhe aktivitetet kulturore artistike, ku recituan poezi edhe u interpretuan valle koreografike nga SHKA Presana, duke i dhënë më shumë madhështi këtij organizimi, përpara zbulimit të lapidarit dhe pllakës përkujtimore me emrat e dy dëshmorëve. Dëshmorëve, Ferret Fetahu, Fisnikova, dojnë me nis luftën me shka. Nisim luftën çlirimtare në malet e Badezhit, në Koshare. Ta luftojmë shkaun ball për ball, e t'ja hekim Kosovës të zihun hall. Sot fshati Shajne na përkujton, lapidar te guri ndërton. Luftës çlirimtare në Koshare i prini, Feta Sulejmani, Fisnik Ibrahimi. Ja falën jetën Kosovës me dëshirë, që ne sot të jetojmë të lirë. Në këtë monument, fshati Shajne dhe e gjithë treva opojës ndërojnë kujtimin e Feta Sulejmanit dhe Fisnik Ibrahimit, dy dëshmorëve që mbetën përgjithmonë pjesë e historisë së Kosovës. Javdi!